Të ndëruar shikues të Veriu Sport përsëri së bashku drejt për së drejti nga pavati i sporteve Ksazim Dervishi i Shkodrës për ndeshjen e futsalës Vllaznia Flamurtari. Lam pas pjesën e parë të kësaj super sfide që u mbyll me avantazhin e Vllaznisë me rezultatin 2-0, tash po jemi në pjesën e dytë. Të shikojmë se si do të jetë e curia kësaj pjese. Topi për Vllaznin. Gokaj, autori i golit parë për skuadrën kuqe-blu, kapiteni Gjoklaj. Përsëri kapiteni i Sport Gjoklajs, se si sta më herët, sot ka shëritën e kapitenit në mungesë të Alcid Tafilit, i cili është në pankinë në rolin e trajnerit. Trajneri kapiten i Vllaznisë, se sot ka preferuar të jetë në stol së bashku me kolegun e tij Arben Xhaferi, drejtorin sportiv. Semir Gokaj dhe Joel Tivxhiku janë autor të golave për Vllaznin në pjesën e parë. Një faul tashmë i shkaktuar nga Besfort Gjoklaj në dëm të numrit 8 të ekipit Vlonjat Rapa. Një goditje dënimi është Leci për Flamurtarin, gjuan fort, ka pritur për tjere Behari, ke mgull Flamurtari, por bie fort asur Milbënjat. Dhe qofta ato janë sërishmi në kemgullje, por topi është për Vllaznin. Behari, Gokaj, sërishët vrapak, menon me Gjoklaj. Leci. Topi për Vllaznin është Çokaj. Kombinon me Gjoklaj. Çokaj! Denis Çokaj. I treti gol për Vllaznin. Kombinimi perfekt me Gjoklajn dhe me Gokajn dhe finalizon Denis Çokaj, minuta 3 për pjesën e dytë. Vllaznia 3 dhe Flamurtari 0. Një dominim i plot i skuadrës kuqe-blu në këtë ndeshje, megjithëse duhet pohuar dhe pranuar se Flamurtari po luan mjaft mirë, po luan i mobilizuar, luftarak, energjik, por ajo që ka më tepër rëndësi, goli i mungon goli. Ndaj tre të Vllaznisë nuk ka shënuar asnjë. Flamurtari. Akcion skuadra Lonjate, ishte Leci, ka duket ka vërshëllim për faul. Gjoklaj, Çokaj, autori golit tretë, ka gabuar Çokaj, topi për Vlonjatët, përfika gulin, pan golit po bën mrekullinë e portieri Bahari së bashku me kolegët e tij të mbrojtjes e fitojnë golin e parë të Flamurtarit e Toska, e majti Toskës. Ka pritur portieri Behari dhe vjen në çast goli i katërt me Mateo Çardakun.
atëherë ku ishte me panë të kur flamurtari për të shënuar golin e parë, vjen i katërti gol të radhë mban firmën e Mateo Çardaku të numri 17. Futbollisti i ardhur nga Akademia Vllaznia, nga futbolli i madh, po e gjen veten mjaft mirë tek futsalla, sapo ka shënuar golin e katërt. 4-0 për Vllaznin, ku luhet minuta e 4 për pjesën e dytë. Në pjesën e parë kanë shënuar shumë shpejt Gokaj dhe Ivgjiku, e treta dhe 7 minutë. Kapaj, Toska. Ishte Abazaj, Emiliano Abazaj, që nuk arriti ta kontrolloj topin. Gjoklaj, gjithje Gjoklaj fort kjo goditje, badhore Gjoklaj. Ka kërkuar të zërë në befasi për tjerën Alban Shiba, por e ishte sakt, ka pritur në pozicion, eviton golin e 5 në portën e tij. Një formacion i përtriri, gështetuar për Voja Merinin, në këto momente duhet theksuar është kapiteni i Besfort të Gjoklaj, Semir Gokaj, Fatos Behari dhe 2 të ritë, Joaldi Ivgjiku dhe Mateo Çardaku, që u zëvendësuan në këto momente nga Rej Boshti. Kapaj, Giordano Kapaj, kapiteni i Vlonjatëve. Abazaj, faul në favor të ekipit të Vllaznis. Boshti ka kombinuar me Gjoklaj. Gokaj. Boshti shmangi e tij me intuit. Topi është për flamurtarin. Toska. Letsi. Përpiqet të flamurtarit, por nuk arrin të tunë rjetën dhe pse është afruar, sidomos përpara pak çaste që ishte me pranë se kur. Dhe në momentin e pritjes së golit të flamurtarit ishte Mateo Çardaku që ndëshkoi flamurtarin me golin e 4. Tashmë kemi 2 kartona të verdhë për 2 futbollistë nga secila skuadër dhe kartoni kuq në këto momente për trajnerin Mario Kalus. Është futur në fush. Futur në fush dhe sipas rregullorës Albano Stollaj e ka ndëshkuar me kartonin e kuq duke larguar nga drejtimi i skuadrës, por gjithsesi ka ardhur një ndëshkim në portën e Vllaznis, 4-1. Një votim në formacionin e Vllaznis nga porta në port ishte flamurtari që ka shënuar
Gjahysa 4-1 në favor të ekipit Vllaznis. Pas një goli nga porta në portë, duke zënë në befasi skuadrën e Kuqe Blu. Lokaj, Indedi, vazhdon ta zotrojë topin, është mjaft teknik, inteligent. Gjahysa, por ndërhyrja edhe e Boshtit. Ka një reagim për mirë duket në skuadra vlonjate pas golit e parë të shënuar nga ekipi flamurtarit. Ringjallën shpresat, rritet të besimit për të kërkuar të tjerë golat në mënyrë që të shpërtohet diferenca golave. Ka lusë faul në favor të ekipit të flamurtarit, karton i verdh në dëm të Gjahysës. Dënimi për ekipin flamurtarit është numri 10 Rofren Senellaj, që do të godasë këtë top, të shikojmë se si do tjetë. Nuk e shfrytëzon si duhet të mundësi skuadra vlonjate. Kapaj Kalus Nellaj ndrime tek skuadra vlonjate. Këton për mrekulli porta e Vllaznis me këtë këmbgulje të flamurtarit ishte aftësia portierit Behari që ka fituar golin e dytë. Pushimi kërkuar nga trajneri Vllaznis Alci Tafili. Përfundon pushimi, gjyqtarët Albano Stoloj dhe Jetmir Podgorica që po gjykojnë takimin, kërkojnë rikthimin e skuadrave në fushën e lojës. Rezultati është 4-1 për Vllaznin kur luhet minuta 8 e pjesës së dytë. Lokaj faull në favor të Vllaznis, ndërhyrje e gabuar e Lethit në dëm të Boshtit. Lokaj
Topi për Alban Shiben, portierin e ekipit Flamurtarit. Tentuar të gjuhjet e Carlos, por blokohet nga Çokaj, Leci, përsëri Kapaj. Leci, kapiteni Jordan Kapaj. Ngull skuadra Vlonjate, por ndërhyrja e Boshit e fiton këtë aksion të rrezikshëm të ekipit Vlonjat. Ka gjuetur fluturim si atje Besfort Gjoklaj, topi ka kaluar vetëm pak centimetra larg pingullës së dytë të portës Vlonjate. Gjithnjë në fuqi rezultati 4-1 për Vllaznin. Gjuan dhe Kokaj, por stëptuar për momentin kapiteni Kapaj, është ngritur, është Jordan Kapaj, numri 7. Çokaj e largon pa përgjegjësi topin, pa në adres të kolegët e tij. Nelaj, Leci, përsëri Nelaj për ekipin e Flamurtarit. Toska, qarkullim i shpeshti topit nga ana e Vlonjatëve. Kokaj, Çokaj, dhe thot nga dy fanela Vlonjate, Shimaj për Flamurtarit. Ritemi i lartë të momentin nga të dyja skuadra. Toska, Boshti, Çokaj për Gjoklajn, vijën nësore. Goditje top nga vija fundore për ekipin e Vllaznis. Behari, Çokaj. Flamurtari nga vija anësore, por blokon në Gjoklaj. Sërishmi Vlonjatet me Lecin. Sëri Flamurtari Toska. Leci nga vija anësore, nuk ka fall, thot arbitri Stolaj. Hyrja Kokaj dhe ka devijuar aksionin Vlonjat nga qendra mbrojtjes me korne dhe ke ngull Leci, portieri Behari zoton topin. Çokaj. Kapaj. Fort kjo gjujtje Kapaj, po ka pritur Behari. Leci ke ngull tjetë top për Flamurtarin. Mundësia ka shënuar në fakt Flamurtari, për tokë është prekur me dorë nga Kapaj. Në fillim lysari Stolaj, anulohet goli, vazhdo të jetë fuqi rezultati Vllaznia 4, Flamurtari 1. Gjoklaj. Faul në favor të ekipit Vllaznis pas të ndërhyrjet gabuar të skuadrës mysafire. Kemi këtë goditje ballore për Vllaznin, do të jetë 2 takimesh sipas asaj çfarë sinjalizon gjyqtari Stolaj, dhe Gjoklaj është ai që do ta godas. Fort kjo goditje Gjoklaj për topi përplasët të skuadra
Mysafire, vazhdon aksioni, ndonjëherë në këtë momente e fortë. Shumë e rrezikshme kjo gjytje e kapitenit Jordan Kapaj, pret në vështirësi portieri Fatos Behari, një nga pikat më të forta të ekipit të Vllaznisë në gjytje sipër, ekranin e djathtë, eviton një gol të sigurt. Përsëri Kapaj dhe përsëri topi ka kaluar shumë pranë vijes, shumë pranë pingunës së majt të Beharit. Çardaku shumë këmbgulës, energjik në mbullimin e numrit të 10 Nelaj. Nelaj gjuan për bllokohet të rrallë nga Gjoklaj. Ka nisur 10 minutë që i dytë. Është minuta 11 edhe 9 minuta nga fundi i kësaj ndeshje, e cila është bërthyer në shifrat 4-1 për Vllaznin. Toska nuk arrin të mban në lojë. Tokaj, Behari Tokazi për Gjoklajn, Samir Hyseni. Topi për Vllonjatët është Kapaj, pastaj Tirana si Leci që luan për skuadrën e flamurtarit. Giordano Kapaj e gjuan, kërkon të gjuaj, por bllokohet. Pastaj rradha është për Lecin që rrezikon seriozisht portën e Beharit. Disa topa që shkojnë gjitur me shtyllën e portës të Vllaznisë, që për fat të mirë Vllaznia shpëton. Hyseni, sa po rikthyer në formacion. Minuta 12 për pjesën e dytë, rezultati 4 Vllaznia 1 Flamurtari. Shiba, Leci, Kapaj. Topi kontrollohet nga Vllonjatët. Leci. Për momentin avantazhi i Vllaznisë është bindës 4-1, por kaloi edhe 8 minuta. Dhe ky sport ka shumë surpriza, ka shumë befasira. Siç kishte edhe në ndeshjen e fazës së parë kur pati përmbysje. Nga 2-0 për Vllaznin, shkoi 4-2 për Flamurtarin dhe në fund fitoi Vllaznia 4-5. Gokaj. Po dëzohet nga Vllonjatët në tentativë për të avancuar përpara. Gokaj nuk ka arritur. Topi për Vllonjatët. Është Rapa, pastaj edhe Nelaj. Flamurtari pran golin e dytë. Përret portieri Behari dhe Nelaj nuk i beson syve dhe përgëzon dhe portierin Behari për atë top që ja kapi nga këmbët. Ndrim tek Flamurtari, rikthehet në lojë Kalus. Djali i trajnerit Malo Kalus. Që është Clark Kalus. E 13 minutë të ndëruar shikues të Veriu Sport që pëndisi të ndeshjet drejt për drejt nga pallati i sporteve Çazim Dervishi. 4-1 kryeson Vllaznia. Behari rrezikon shumë me vend e vështirësi veten me këtë top që të diskutueshëm. Gokaj nuk arrin të kombinojë me kolegët e tij. Leci. Leci, Toska, vazhdon Flamurtari, Leci, përsëri Vllonjatët, të rrallë me Rapën, Kalus, Leci, Rapa, Toska, vazhdon aksioni i Flamurtarit.
Rast ideal për flamurtarin, për portieri Behari, për shtri sulme për flamurtarin, i cili është hedhur i tërë në sulm, duke kërkuar shkurtimin e diferencës se rezultatet dhe humje. Leci. Janë momentet mira për skuadrën vlonjate në këto momente. Toska. Shpëtimtar është bërë në 2-3 momente. Portieri Behari, shpëtimtari kryesor i Portës Kuqe Blu. Rapa për ekipin e flamurtarit. Finde e tij, e fort kjo gjujtje dhe një super gol. Një super gol për ekipin e flamurtarit. Ishte Rapa, ishte Nelaj që gjuajti një 3 këndësh i majt. Një super gol duhet ta pranojmë në mënyra e ekzekutimit. 4-2 rezultate. Ja pra çfarë provon futsalla. Është ngritur moralisht, por edhe në aspektet e tjera të lojës skuadra vlonjate. Rezultati 4-2. Kaloi edhe 5 minuta dhe 18 sekonda. Kapaj. Rapa. Leci. Me vërtet një ndeshje luftarake kjo, një ndeshje interesante, një ndeshje rivalësh, plot cilësi, ritëm, emocion, dramatitet në shumë momente. Janë 2 skuadra që janë fitues trofesh. Vllaznia kampione në fuqi dhe flamurtari fitues i kupës. Ka shpërdoruar Emiliano Abazaj në këto momente. Topi për vllaznin. Gokaj nuk arrin të kombinojë atje me Gjahysen. Rrimet shpesha të flamurtari. Vlonjat Kapaj kërkon të gjuhë për blokohet e tje nga Gjahysa. Në aksion një vlonjat. Shpërdruar me këtë gjujtje kapiteni Kapaj shumë mbi traversën e portierit Fatos Behari, i cili në këtë ndeshje po luan titullorat që ka minuta parë. Trajneri Tafili i ka besuar Behari, kemi pa një ndërhyrje të fortë të Kardakut ndaj numrit 8 Rapa. Leci ka goditur fort në të majtën e tij, por pret përsëri portieri Behari. Shumë luftarak që mbulës ekipi vlonjat në këto minuta, me një freski nga ana fizike. Përsëri vlonjatët. Dhe vjen goli tretë për flamurtarin me protagonist Nelajn. 4-3. Ka një rënjë të ekipit të vllaznisë, duhet pranuar, edhe 3 minuta dhe 36 sekonda. 7 gola në këtë ndeshje. 4 në portën e flamurtarit, 3 në portën e vllaznisë. Përfri flamurtari, Leci, Kapaj, grushtimi i portierit Behari. Shikoni çfarë lufte sportive. Sa rivalitet, sa grind. Kalus, është Toska, Rapa, që ka befasuar me 2 gola në këtë ndeshje. Giordano Kapaj, kapiteni i vlonjatëve. Shmangjet e majtës kërkon të gjuhej, por bllokohet nga Çardaku.
Ka rëmbyer topin Çardaku. Gjithje Çardaku, shumë këmbgulës. Ishte fare pranë golit të pestë Mateo Çardaku, i cili ka shënuar me herët për pati mundësi të shënoj përsëri për t'i dhënë çeptësi skuadrës e tij. Xhahysa. Gjoke për Xhahyset, gjithje Xhahysa. Blokohet nga vlonjarët Rapa, gjuan fort Rapa. Ka pritur portieri Behari. Topi për Vazhdin, Semir Gokaj. Kombinon me Mateo Çardakun. Gabon në të momentin dhe Flamurtari ka barazuar Flamurtari me Tosken. Jurgen Toska ka barazuar rezultatin. Vllaznia ka një rënje të dukshme në pjesën e dytë. Aspekti fizik, teknik apo teknik, këtë mund ta gjejmë më mirë stafi drejtues, por ka lëshuar shumë Vllaznia në pjesën e dytë. Tregon vetë rezultati 4-4 edhe 2 minuta lojë. Gokaj, Kalus, Gjoklaj, rëdohë së bashku me topin, Çokaj, kombinon me por ka shpërdorur Vllaznia dhe me shpejtësi është Kalus. Vazhdon loja, Çokaj, Gokaj, dhe vjen goli i pestë. Vjen goli i pestë me të zakonshmin Semir Gokaj. Me 4 për Vllaznin, kur duhet edhe 1 minutë dhe 35 sekonda lojë. Ky rezultat të nderuar shikues është fiksuar edhe në fazën e parë. 5-4 për Vllaznin në fazën e parë në Pallatin e Sportit Çamurtarit dhe Vlorës dhe përsërit është me 5-4 për Vllaznin, por ka përsëri lojë. Edhe 1 minutë dhe 35 sekonda, sepse kronometri rezervon edhe tekos gjatje. 1 minutë 35 sekonda loj. A do të mbaj Vllaznia avantazhin apo do të barazoj Çamurtari? Çamurtari e nis nga qendra pas përcimit të golit është Gjordano Kapaj. Vllaznia rimer avantazhin 5-4, vetëm pak sekonda ishte gjuximi i vlonjatëve që barazuan 4-4, por më pas ishte Vllaznia që rimori avantazhin. Për Flamurtarin Kapaj tashme në momentet me dramatike, me të tensionuara për të dy skuadrat, Vllaznia për të mbajtur avantazhin, Flamurtari për të barazuar, Kapaj për Flamurtarin, gjithje Kapaj i vetëm ka ndërhyrë veterani Çokaj së bashku me triun Ziku, ka larguar për momentin rrezikun nga zona atyre Toska për Flamurtarin. Vazhdon aksioni vlonjat. Kalus blokohet sulmi vlonjat dhe ka nisur të zbres kronometrin në minutën e fundit. Ka filluar minuta fundit dhe kronometri zbret tashme edhe 55 sekonda nga krejt fundi. Vllaznia kryeson 5-4. Çfarë emocion është të nderuar shikues. Leci, Toska për Flamurtarin, nuk dozon vlonjatët, gjuajnë fort, por pret portieri Behari, nis aksioni i Vllaznisë, është Çokaj, gjithje Çokaj vetëm gjuajnë fort. Nuk e pabesueshme, topin u shkon në rrjet.
Topi është për femurtarin që kërkon të shfrytëzojnë këtë sekondat fundit për të barazuar rezultatin. Toska. Gjithje Toska gjuan me fortë, por blokohet nga kapiteni Bedford Gjoklaj. Edhe 18 sekonda nga fundi i kretë ndeshjes. Sërish për femurtari. Kapiteni Kapa e gjuan për pret portieri Bahari se kërkon të befasoj femurtarin me portën e poshatisur, por nuk e ka përgjëzonin e duhur. Portieri Shiba ka lënë portën dhe kërkon të ndihmoj sulmin në këto sekonda kretë të fundit të takimit. E gjithë skuadra vënjate është në sulm. Dhe performon të ndërrua shikues, performon gjithë shka këtu në pallatin e sporteve Qazim Dervishi të Shkodrës. Është Vllaznia e cila ka fituar me rezultatin 5-4, një fitore emocionuese, një fitore me merit duhet theksuar, edhe pse ishte në avantazh të thellë, pati momentet që toleroi në kuptimin sportiv të fjalës, duke dhënë mundësi femurtarit të barazojë rezultatin përkohësisht 4-4 dhe pastaj ka edhe goli 5 për Vllaznin, fiton 5-4 dhe Vllaznia është kryesuese e kampionatit kombëtar të futsallit dhe pret tashmë me CTC fazën finale për të realizuar objektivin final të saj, fitimin e titullit kampion të dytë radhësi. Të nderuar shikues të Veriu Sport, nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorit, ju falenderoj për vëmendjen që treguat në ndjekjen e kësaj ndeshje të transmetuar drejt për drejt nga Veriu Sport. Ju rikujtoj edhe një rezultatin: Vllaznia 5, Flamurtari 4. Ja dhe përshëndetja e publikut të pranishëm për ekipin e Vllaznis, një përshëndetje e përzemës dhe emeritua. Shikojmë edhe Gokën që përshëndetet me babajnë e tij dhe me tifozën e tij personal, Fatmir Dautovic, që e ka mbështetur vazhdimisht.